Horoskopi ditor e diel, 19 tetor 2025, dashi, karriera dhe parat. Edhe pse është e diel, mund të ndjesh shtytje për të përfunduar një detyrë të rëndësishme. Projekte kreative kanë sukses nëse i merr seriozisht. Një atmosferë pasionante, partneri ka nevojë për vëmendje, beqarët rreqin vëmendje me sharmin natyror. Gjendja mendore, më shumë motivim dhe vetbesim se zakonisht. Mos i shtyp ndjenjat, shprehi me sinqeritet. Demi, ditë e mirë për të reflektuar mbi një vendim të rëndësishëm financiar. Mos merr vendime të nxituara për blerje të mëdha. Ndjeshmëri në rritje, do të ndjesh nevojën për stabilitet dhe përqafime. Lodhje mendore mbledhur gjatë javës mund të dalë në sipërfaqe. Kaloni kohë në shtëpi afër gjërave që ju japin siguri. Binjakët, kohë e mirë për ide ose për të shkruar. Binjakët, kohë e mirë për ide ose për të shkruar diçka që keni pasur në mendje. Bisedat e lehta shndrohen në flirtim të këndshëm. Në çift, komunikimi është çelësi. Do të jeni energjik, por shpërqendroheni lehtë. Qëndroj fokusuar në një sër gjërash, jo në 5. Gaforia, mund të shfaqen mundësi për të kursyer ose për të investuar më me mençuri. Marrëdhëniet familjare janë në fokus. Kujdes me fjalët që thoni. Do të jeni ndjeshëm, por i qartë në qëllimet që keni. Jepi përparësi zemrës, jo logjikës. Luani, një ide re për fitime shtesë mund të lindë nga një bisedë e thjeshtë. E diela, më shumë do të jetë me intensitet emocional dhe fizik. Nëse je vetëm, mos hezito të bësh hapin e parë. Vetbesimi është në maj, përdore me mençuri. Bëu i hapur, por mos domino të tjerët me mendimin tënd. Virgjëresha, mund të ndjesh nevojën për të organizuar çdo gjë sot edhe në shtëpi. Kujdes, mos e stresoni veten nga detajet të vogla. Dita sjell një qetësi të butë, ideale për intimitet dhe biseda të thella. Logjike dhe e përqendruar do të jetë gjendja juaj mendore, por mos harroni të ndjeni. Lëre kontrollin për një ditë, lejo veten të relaksohet. Peshorja, idet krijuese për art, muzik ose dekorim janë më të theksuara. Mund të nisësh një projekt personal. Energjia shoqërore është e fortë. Mund të ndjesh dikë interesant në një ngjarje apo dalje. Do të jesh e balancuar, por lehtësisht do të ndikohesh nga emocionet e të tjerëve. Vendos kufi emocional kur është e nevojshme. Akrepi, mos i nënvlerësoj intuitat që ke për një projekt personal ose partneritet. Pasioni është i lartë, por xhelozia mund të ndesë konflikte. Ndjenja të thella në sipërfaqe, ka ardhur koha për tu përballur me disa emocione të pazgjidhura. Mos fshi ndjenjat nga vetja, përballu me to. Shigjetari, do të vijë një ide për një udhëtim apo investim jashtë vendit, shkruaje, mos e haro. Flirti është i natyrshëm, një mesazh i papritur mund të ndesë ditën. Do të jeni hapur, por pak e shpërndar. Duhet bëni kujdes të mos bëni premtime që nuk i mbani dot më pas. Bricjapi, një çështje vjetër ligjore ose financiare kërkon vëmendje, mos e lër për nesër. Dashuria sot kërkon sinqeritet dhe stabilitet. Nëse nuk është serioze, nuk t'i intereson. Do t'jeni fokusuar, por mund të ndiheni pak i rënduar emocionalisht. Mos e detyro veten të jesh i fortë gjatë gjithë kohës. Ujori, partneritetet janë çelësi, bashkëpunimet sjellin ide të reja fitimprurse. Dashuria, lidhjet përforcohen përmes bisedave të thella dhe të vërteta. Shumë reflektim mbi marrëdhëniet dhe vendin tënd në jetën e të tjerëve. Mos ki frikë të jesh i pambrojtur, kjo të bën më njerëzor. Peshqit, shfaqet mundësia për të ndihmuar dikë me njohuritë e përvojën tënde dhe kjo mund të sjellë shpërblime më vonë. Romancë ndërimtare, por që kërkon tokën në këmbë. Vendos kufi. Do t'jeni i thellë krijues, por me një nevojë për qetësi. Shkruaj ndjesitë e tua, do të ndihmojnë të qartësosh mendimet.